Shkupi vazhdon të jetë ndër qytetet më të ndotura në Europë. Sipas të dhënave nga Air Care, edhe mëngjesin e ditës së sotme ai zuri vendin e tretë pas Sarajevës dhe Bukureshtit, sa i përket përqendrimit të grimcave PM10. Sipas të dhënave nga ky aplikacion, në stacionet të caktuara matëse në Shkup, përqendrimi i grimcave PM10 te kalon 300. Ajër më të ndotur kanë thithur banorët e lagjes Ilinden. Partia opozitare e LSDM akuzon pushtetin për këtë situatë. Sipas LSDM-s, pushteti nuk është duke ndërmarrë masa konkrete në këtë drejtim. Në vend që të investoj para në projekte dhe politika për ajër më të pastër, në vend që të marrë masa dhe të mbrojë qytetarët, qeveria e Mickovskit shikon si të promovojë më shumë para përmes tenderëve kriminal. 161 tender për një kompani, 9 milion euro për një tjetër. Vetëm për këtë ka para qeveria e Mickovskit. Nuk ka për investime në masa për ajër më të pastër. Për më tepër, sipas metodave të Vučićit dhe Gruevskit, Kristian Mickovski i gënjen qytetarët se ajri ka qenë më i pastër se ai i Vienës. Kanë reaguar nga partia në pushtet VMRO DPMNE duke theksuar se LSDM keq përdor një deklaratë të vjetër të kryeministrit Mickovski për cilësinë e ajrit. LSDM keq përdor një deklaratë të vjetër të kryeministrit Mickovski për cilësinë e ajrit. Kjo është edhe një gënjeshtër tjetër e fabrikuar, si ajo me përhapjen e frikës për të ashtu quajturit migrant. Nuk e dim pse nuk e përdorin edhe deklaratën e Zaevit, se ai do të sjellë jetë dhe ajër për të gjithë. Si rrjedhoi ajri të ndotur gjatë ditës së dieshme, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor doli me disa rekomandime për të përballur situatën, edhe atë që të intensifikohen mbikëqyrjet inspektuese ndaj instalimeve me leje ekologjike të integruar të tipit A, si dhe kontrolle në terren të instalimeve me leje ekologjike të integruar të tipit B dhe elaborate, intensifikimin e kontrolleve teknike të automjeteve. Punëdhënësit këshillohen të lirojnë nga puna gratë shtatzëna, personat mbi 60 vjeç dhe ata me sëmundje kronike si astma, infarkt të kaluar të miokardit dhe goditje në tru, si dhe një sër masash tjera.